47 liderët e Europës janë në Tiranë për punimet e samitit politik evropian. Një nga një të gjithë liderët u pritën nga kryeministri Edi Rama, ndërsa në një ditë si kjo, Sali Berisha ka shkuar i vetëm në Bruksel për një takim. Berisha shkoi për të denoncuar atë që e quajnë vjedhjen e zgjedhjeve, por që i gjithë Brukseli ka njohur rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, dhe sot u shfaqën krah kryeministrit Edi Rama. Nga ky takim Berisha tha se narkoshteti volli zgjedhjet dhe thotë se Rama për të siguruar mandatin e katërt vuri në burg në arrest shtëpie apo në ndjekje penale 3 drejtues të partive kryesore të opozitës. Berisha, i cili nuk njeh zgjedhjet, ka thirrur sot një protestë në orën 17. Shqipëria po vegël organizatave kriminale që u përdoron gjërësisht për të siguruar vota për kryeministrin. Në zyrën e tij ka një person që koordinon aktivitetin e organizatave kriminale shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Në këto zgjedhje këta individ kishin për detyrë të sillen në parlament 28 deputet përmes pagesave dhe terrorit. Për të fituar, kryeministri e ktheu të gjithë administratën dhe shtetin në një makineri të madhe elektorale, u përdorën mjete publike financiare për të blerë vota. Konkretisht, çdo pensionist i u dhanë 100 euro si dhuratë në mes të fushatës zgjedhore, një dhuratë nga kryeministri, u shpreh ndër të tjera Sali Berisha.